Sipas një analize të publikuar nga boldnews.al, zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 konfirmuan ndërtimin spektakular të dy prej fraksioneve të opozitës të drejtuara nga Lulzim Basha dhe Enkeleda Libeaj, të ndarë nga Partia Demokratike pas përjashtimit të Sali Berishës dhe përçarjes së thellë në vitet e fundit. Ata u përfshin në garë zgjedhore më shumë për të treguar se pata opozita nuk mund të kthehet në pushtet, një strategji që përfundoi në një rezultat katastrofik. Koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës përmes një partie të marrua në shkurt të vitit 2025 dhe të drejtuar zyrtarisht nga Endri Hasa, siguroi vetëm 19.545 vota në rang kombëtar. Lulzim Basha, me gjithë rezultatin e dobët, ishte kandidati më i votuar i formacionit të tij me 1.421 vota. Ky grupim politik u renditi shtatim mes 11 subjekteve në garë. Ndërkohë gjendja ishte edhe më e keqe për koalicionin djathtas për zhvillim të Enkeleda Libeajt, që siguroi vetëm 5.547 vota në të gjithë vendin, një mesatare prej 39 votash për kandidat, duke u rënditur i teti. Boldnews.al thekson se rezultatet rënditëse treguan se peshë e tyre elektorale është pothuajse 0. Këto zhvillime janë rrjedhoj direkte përçarjes së Partisë Demokratike, e cila nisi kur Basha përjashtoi Berishën pas shpalljes në Ngrada, veprim që çoi në ndarjen përfundimtare të partisë. Përfundimisht, zgjedhjet treguan jo vetëm dobësinë e strukturave të Bashës dhe Libeajt, por dhe dëmin që ndarja i ka sjellë opozitës. Përballë dy mashtrance dhe makineri elektorale të fuqishme dhe të centralizuar.